تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. E gjithë lavdia takon vetëm Allahut, atë lavdërojmë dhe shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devion, dhe ka devion Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet. Ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je i gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lart të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Më tutje vazhdojmë me një mësim të shkurt nga libri El Adabul Mufrad i autorit Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, i cili ka lindur në vitin 194 dhe ka vdekur në vitin 256 të Hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, na falt ne, prindrit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Siç e dini, jemi në tema që kanë të bëjnë me lutjet dhe tani kemi filluar me disa prej lutjeve specifike që janë të përmendura në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tema e radhës është me titullin Babu duai inda rrih. Do të thonë lutja kur ka erë, do të thonë kur fryn era. Ka thënë Imam Bukhari rahimahullah, حدثنا خليفة قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا المثنى هو ابن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه. مثلا me këtë zinxhir transmetohet nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu se ka thënë كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت ريح شديدة قال. Do të thonë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, kur frynte erë e fuqishme, e madhe, thoshte, Allahumma inni as'aluka min khayri ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharri ma ursilat bihi. Do të thonë Allah, ti kërkoj të mirat me të cilat është e dërguar, kjo erë, do të thonë, dhe kërkoj mbrojtjet e tij nga të këqijat me të cilat është dërguar. Dhe gjithashtu në të transmetim tjetër, thot Imam Bukhari, حدثنا أحمد ابن أبي بكر قال حدثنا مغيرة ابن عبد الرحمن عن يزيد عن سلمة قال رضي الله عنه قال كان إذا اشتد الريح يقول. Do të thonë nga Salama ibn al-Akwa رضي الله عنه, transmetohet se ka thënë kur fuqizohej era, do të thonë kur kishte shumë stuhi të fuqishme ose frynte erë fuqishme, thoshte Allahumma laqihan la aqiman. Do të thonë Allah bëje këtë erë plenuese dhe jo shterp. Do të thonë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç thuhet në këta dy hadithe, në secilin moment është kujdesur për umetin e tij dhe ka pasur parasysh se popujt e mëparshëm janë shkatruar për shkak të mëkateve të tyre, janë shkatruar me forma të ndryshme të dënimit. Dhe një prej atyre formave ka qenë edhe era, siç është, do të thonë, është shkatru populli Ad me erë, edhe gjithashtu kur i ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ato rret, kur ka filluar të vrentet, gjithashtu është friksu për umetin dhe ka filluar të lutet Allahut subhanahu wa taala që mos jenë erë të dënimit ose mos jetë kjo erë e dënimit, për të jetë për të mirën e umetit.
Dhe kur është pyetur se domethënë cili është shkaku që friksohet, e ka përmendur ajetin ku e ka thënë Allahu subhanahu wa taala falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna. Domethënë kur ata flitet këtu për popullin Ad ose për Thamud, për Ad, do thot kur i pan rejt duke ardhur, thanë, domethënë ja po vjen shiu, pra pas asaj vështirësisë që e kanë përjetu, kanë thënë kur i kanë parë rejt, kanë thënë ja po vjen shiu, edhe do të freskohemi, domethënë edhe do të na vijë uji, por thot Allahu bel huwa masta'jaltum bihi, domethënë përkundrazi do thot kjo është ajo që ju e nxitonit, e kërkonit më shpejt me mëkatet tuaja dhe me kokfortësinë, me mohimin e besimit. Bel huwa masta'jaltum bihi, domethënë kjo është ajo që ju e nxituat. Rihun fiha adhabun alim, domethënë është një erë në cilën ka dënim të dhëmshëm, tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha, që rënon çdo gjë me urdhrin e Zotit saj. Pra thot fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najzi atëherë do thot mbeten vetëm vendbanimet e tyre, nuk mbeti askush prej tyre. Kadhalika najzi al-qawm al-mujrimin. Domethënë në këtë mënyrë pra u dërgojmë dënimin popullit keqbarës ose kriminal. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala për popullin Ad, wa amma Adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya, domethënë sa i përket Adit, ata u shkatruan domethënë me erën fishkëlluese që e fuqishme, sakharaha alejhim 7 layalin wa 8 ayamin husuma, që Allahu u ka dërguar këtë erë që ka vazhduar domethënë stuhia 7 net dhe 8 ditë, do thot pa ndërprer, fatara al-qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya. Edhe atëherë domethënë pas këtij dënimi e ke pa popullin të ranë, domethënë i gjithi domethënë i shkatruar, si ato trungjet e zbrasta të hurmave. Domethënë sigur trungu i thatë kur pritet, edhe i priten gjethet, domethënë në atë mënyrë kanë qenë ata njerëz të fuqishëm edhe të mëdhenj që kanë qenë, domethënë në këtë mënyrë Allahu i ka shkatruar me këtë erë. Dhe për këtë shkak, domethënë robi besimtar e kujton fuqinë e Allahut, edhe mëson nga argumentet e Allahut subhanahu wa taala. Nuk i merr ndodhit si diçka të rëndomt ose të përditshme, nuk mundohet besimtarit, do thot, që secilën paraqitje ta komentoj si ndodhit natyrës ose veprim të natyrës, sepse nuk ka veprues të krijesat përveç se krijuesi subhanahu wa taala. Edhe erën është që urdhëron Allahu subhanahu wa taala dhe jo ato domethënë komentimet e kota të njerëzve me shtypjen e ajrit, tensionin e ajrit, domethënë kështu me radhë, por është me urdhrin e Allahut dhe është e dërguar. Pra shikojmë në këtë hadith, edhe në lutje ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka khayra ma ursilat bihi. Domethënë Allah ta kërkoj atë të mirën me të cilën është dërguar kjo erë. Domethënë të mirat që i ka për të sjell, wa a'udhu bika min sharri ma ursilat bihi. Dhe strehohem të ti nga të këqijat me të cilat është dërguar. Domethënë që mund të dërgohen me këtë erë. Dhe kjo tregon, ky hadith dhe hadithi tjetër tregon se ka erra të mira, të bereqetshme dhe erra të
do të thënë të këqija, që sjellin dënim ose thatësi për shembull, ose sjellin e bëjnë papjellore tokën, ose bimët. Do të thënë prandaj në këtë transmetimin tjetër, ka thënë Allahumme laqihan la aqiman. Do të thënë Allah bëje plenuese, do të thënë pra që është argument se era është që i plenon gjithashtu bimt edhe pemt e kështu me radhë, do të thënë e bartat farën për të plenuar edhe të jepen fruta. Do thotë është lutur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që era të jetë e dobishme me këto të mira që i sjell, që e bën plenimin e prodhimtarisë ose rekoltës të mirë, do të thënë për shtimin e furnizimit, dhe mos jetë erë që i shkatron edhe i than, edhe bimt, edhe tokën, edhe gjithashtu edhe ndërtesat, do të thënë siç ka qenë era që është dërguar popullit Ad. Pra do të thënë prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që thuhet kjo lutje. Pastaj në temën tjetër thot Imam Buhari rahimahullah, babu la tasubbu ar-rih, do të thënë mos e shani erën. Pra tema që ka të bëjë me këtë fjalë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Imam Buhari rahimahullah, حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا أسباط عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه. Thot pra me këtë zinxhir nga Ubej ibn Ka'b radhiyallahu anhu, thot se ka thonë la tasubbu ar-rih, mos e shani erën. Fa idha ra'aytum minha ma takrahun, nëse shihni diçka që nuk ju pëlqen kur fryn era, domethënë edhe bëhet diçka që ju dëmton ose ju shqetëson, atëherë thoni Allahumma inna nas'aluka khayra hadhihi ar-rih, thoni o Allah, ne ta kërkojmë të mirën e kësaj ere, wa khayra ma fiha, edhe të mirat që janë në të, wa khayra ma ursilat bihi, edhe të mirat për të cilat është dërguar. Kjo, domethënë për të cilat e ka dërguar Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih, dhe kërkojmë mbrojtje ose strehohemi te ti nga të këqijat e kësaj ere, wa sharri ma fiha, dhe të këqijat që janë në të, wa sharri ma ursilat bihi, edhe nga të këqijat me të cilat është dërguar. Kjo është me një transmetim, kjo fjala e fundit ursilet, në transmetim tjetër është ma umirat bihi. Do të thënë kërkojmë mbrojtje te ti nga të këqijat e kësaj ere dhe të këqijat që janë në të, dhe të këqijat për të cilat është urdhëruar. Do të thënë era është e dërguar dhe e urdhëruar nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe në hadithin tjetër ka thënë haddathana Musaddad, do të thënë na ka treguar Musaddadi, an Yahya an al-Awza'i قال حدثني الزهري قال حدثني ثابت الزرقي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول. Domethënë me këtë zinxhir transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, thot se ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, ar-rihu min rauhillah ta'ti bir-rahmati wal-'adhab. Domethënë era është prej urdhrit ose fuqisë Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe ajo e sjell mëshirën ose dënimin. Fala tasubbuha, prandaj mos e shani erën. Walakin salullaha min khayriha, por kërkoni tek Allahu të mirat e saj. Wa ta'awwadhu billahi min sharriha, dhe strehohuni tek Allahu nga të këqijat e saj. Do thënë, pra ndalohet të shahet era, ose të mallkohet era, ose të ofendohet, sepse era është e urdhëruar dhe e dërguar. Edhe kur shahet ose mallkohet ose ofendohet, domethënë ajo kuptimi i saj është se ato fjalë drejtohen atij që e ka urdhëruar këtë erë, që është Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj domethënë ajo që është e saktë dhe e ligjshme ta bëjë njeriu është, domethënë që
ti lutet Allahut për të mirat që mund t'i sjellë era me urdhrin e Allahut dhe të kërkoj mbrojtje strehim te Allahu nga të këqijat që mund t'i sjellë ajo dhe jo të flasë fjalë me të vërtet fjalë të çmendurisë që flasin disa njerëz, por të jetë secila çështje te besimtari lidhet me besimin në Zotin e lartësuar subhanahu wa taala. Dhe gjithashtu edhe ky hadith tregon se ka dy lloje të errave, domethënë ato të mira, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an gjithashtu, wa jarayna bihim birihin tayyiba. Domethënë edhe për anijet pasi flitet, domethënë edhe pasi ato ecin me erra të mira, të këndshme. Pastaj më vonë thot wa ja'atha rihun asif. Domethënë pastaj u vjen erë e stuhishme. Domethënë ka dy lloje i ka përmendur Allahu subhanahu wa taala. Edhe ato mund të jenë për mëshirë dhe për dhurata gjithashtu, pra vinë dhurime nga Allahu subhanahu wa taala përmes erës, ose mund të jenë për dënim. Edhe për këtë shkak gjithmonë njeriu duhet të drejtohet Allahut për strehim tek ai dhe të kërkojë të mirat te Allahu subhanahu wa taala. Po pastaj në hadithin e radhës ثوت إمام بخاري رحمه الله حدثنا بشر قال حدثنا موسى ابن عبد العزيز قال حدثني الحكم قال حدثني عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا سمع صوت الرعد. Kjo është ky transmetim është nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se kur e ka dëgjuar zërin e bubullimës, titulli është më vonë, domethënë ky është hadithi i titullit të radhës, kur e ka dëgjuar Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma zërin e bubullimës, ka thënë subhanalladhi sabbahta lahu. Domethënë i lartësuar, i pastër nga tmetat është ai të cilit ti i bën tasbih, pra bubullima. Edhe pastaj ka thënë Abdullah ibn Abbas, inna ar-ra'da malakun yan'iqu bil ghayth. Pra bubullima është zëri i një engjëlli, një prej melajkeve që i bërtet rejve ose shiut, kama yan'iqu ar-ra'i bi ghanamihi. Domethënë siç i bërtet bariu dhenve. Siç i bërtet bariu dhenve, domethënë është një melajke që i bërtet dhe i drejton rejt edhe shiun, ku e ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, dhe bubullima është zëri i tij. Me rëndësi, pra Abdullah ibn Abbas, kur e ka dëgjuar bubullimin, ka thënë subhanalladhi sabbahta lahu. Do thot i lartësuar, i pastër nga tmetat është ai që e lartësove ti ose që i bëre tasbih ti, domethënë me këtë bubullim. Edhe kjo është e marrë këtë ka marrë nga fjala e Allahut, nga ajeti, se ka thënë Allahu wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Domethënë Allahu i bën tasbih bubullima dhe i bën lavdi, i shpreh lavdi Allahut. Domethënë tasbih, pastrim dhe lartësim dhe lavdërim me lavdi me cilësitë e përsosmërisë, këtë ja bën edhe bubullima, edhe gjithashtu me lajket nga frika ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Nga kjo, domethënë Abdullah ibn Abbas e ka marrë këtë fjalë, e ka thonë, por kjo është transmetuar gjithashtu edhe është transmetuar edhe ndryshe kjo lutje, kur dëgjohet bubullima, si është në hadithin e radhës, pra që është me titullin bab idha sami'a ar-ra'd, domethënë kur dëgjohet bubullima. Thot Imam Bukhari, haddathana Ismail qala haddathani Malik ibn Anas.
عن عامر ابن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال دم ثان është transmetuar nga Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, i cili do të thënë thuhet se kur e ka dëgjuar bubullimin, e ka ndërprer bisedën. Atë që ka qenë duke folur është ndal dhe ka thënë subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Do thotë atëherë ka thënë këtë dua që do të thotë i lartësuar dhe i pastër nga tmetat është Allahu, të cilin e lartëson, do të thënë i bën tasbih bubullima dhe i shpreh lavdi Allahut dhe gjithashtu me lajket nga frika ndaj tij. Pastaj pas kësaj thoshte inna hadha la wa'idun shadidun li ahli al-ard. Do të thënë ky zë do thotë është kërcënim i ashpër për banorët e tokës. Do të thënë duhet ta mendojnë edhe banorët e tokës se çka është fuqia e Allahut dhe fuqia e krijesave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe ta dije se gjithashtu ajo është një prej shenjave ose prej atyre cilësive krahasuese të ditës së gjykimit. Do të thënë në ditën e gjykimit do të dëgjojnë njerëzit, ata që janë më të këqijtë njerëzimit, do ta dëgjojnë krismën e ditës së gjykimit që është e fuqishme edhe që nuk kanë dëgjuar, nuk është domethënë që mund të krahasohet me ndonjë zë tjetër, por prandaj bubullimat edhe këto janë përkujtuese për njeriu që t'i kthehet Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra në këtë edhe Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma e ka thënë këtë lutje që është tekstualisht do të thënë si në ajet, si në fjalët e Allahut subhanahu wa ta'ala, që është në këtë ajet që e përmendëm pak, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, do të thënë dhe Allahun e lartëson dhe madhron dhe e lavdron me falënderim bubullima dhe me laiket nga frika ndaj tij, wa yursilu as-sawa'iqa fayusibu biha man yasha. Edhe Allahu i dërgon rufet dhe me to i qëllon këtë doj ai, wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal. Kurse ata polemizojnë për Allahun, do të thënë kundërshtojnë besimin Allahun, kurse Allahu është me fuqi madhështore, do të thënë me fuqi që s'mund ta mendoj pra krijesa se çfarë fuqie ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo do të thënë se edhe bubullima, edhe me lajket, edhe krijesa tjera gjithashtu i bëjnë tasbih Allahut subhanahu wa ta'ala, si ka thënë Allahu tusabbihu lahu as-samawati as-sab' wal ardu wa man fihin. Do të thënë Allahut i bëjnë tasbih 7 qiejt, edhe toka dhe çdo gjë që ka në to. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Do të thënë çdo gjë që ekziston i bën tasbih Allahut, e lartëson Allahun dhe e lavdron me lavdinë e tij, mirë po ju nuk e kuptoni tasbihun e tyre. Pra të gjitha krijesat pa përjashtim lartësojnë Allahun subhanahu wa ta'ala në gjuhët e tyre, në format e tyre, edhe mirë po njeriu nuk i kupton ato. Edhe ky është edhe një prej argumenteve për përforcimin e besimit në botën e ghaibit. Do të thënë Allahu subhanahu wa ta'ala na ka treguar se të gjitha krijesat bëjnë tasbih. Çdo gjë që ekziston i bën tasbih Allahut, edhe ne i shohim ato krijesat dhe nuk e kuptojmë tasbihun e tyre. Atëherë si presin njerëzit që ta kuptojnë realitetin e cilësive të Allahut, që nuk kanë parë asgjë të ngjashme me të, Allahu nuk na ka shpjeguar, domethënë si janë detajet e mënyrës ose formës cilësive. Prandaj, domethënë ne besojmë në Allahun dhe në cilësitë e tij, ashtu si ka përmend Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe nuk pretendojmë që duhet ta dimë realitetin e plot të atyre cilësive. Domethënë ne nuk e dim veprat e krijesave që i shohim, edhe nuk i kuptojmë,
atëherë si ka mundësi që të dim çdo gjë për Allahun subhanahu wa taala, që nuk e kemi pa, edhe nuk ekziston ngjajshëm me ta që ta shohim, edhe nuk ka asnjë mënyrë tjetër, domethënë për të arritur tek ajo dituri, përveç se përmes shpalljes, përmes diturisë që e ka shpall Allahu subhanahu wa taala te pejgamberët e tij. Do të mjaftohemi me kaq, vetëm e kalova kur përmendëm hadithin e Ubej ibn Ka'bit, se zakonisht do thotë kur përmendet një prej sahabeve për herë të parë, përmendim biografinë e tij. Ubej ibn Ka'b Ebul Mundhir është prej sahabeve që ka qenë lexuesi më i mirë ose zotëria i lexuesve të sahabeve të Kuranit. Domethënë prandaj edhe gjithashtu është prej transmetuesve të leximit. Ka marrë pjesë në takimin e Aqabes, domethënë marrëveshjen ose beslidhjen në Aqabe, edhe herën e dytë, dhe gjithashtu ka marrë pjesë në luftën e Bedrit. Dhe kurse për vitin kur ka vdekur, përmendet se ka shumë mendime, domethënë në cilin vit ka vdekur, që fillojnë nga viti 19 pas hijretit deri në vitin 32, domethënë mendime të ndryshme. Por sidoqoftë Ubej ibn Ka'b radhiyallahu anhu është prej dietarëve më të mëdhenj të sahabeve, do thotë për leximin e Kuranit që e ka marrë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe për dituri të shumta i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam li yahnaka al-ilmu Abul Mundhir, domethënë të bëfte lehtë dituria ose urime për diturin, pra domethënë padyshim se ka dëshmuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka dituri të gjerë Ubej ibn Ka'b, domethënë që ka pas kunjen Ebul Mundhir. Po ashtu ka në hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë umirtu an aqra'a alejk, domethënë jam i urdhëruar që të ta lexoj Kuranin, domethënë pra ka qenë me urdhër nga Allahu subhanahu wa taala që t'ja mësoj leximin direkt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethënë veçanti Ubej ibn Ka'bit. Edhe është përmendur se do thotë ka qenë i pari që ka shkruar në domethënë prej shpalljes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose ka shkruar fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra që ka shkruar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe është përmendur se nuk e ka lyj mjekrën, domethënë kur është thinjur. Dhe Omeri radhiyallahu anhu kur ka pasur çështje të vështira, e ka konsultuar Ubej ibn Ka'bin. Edhe për çështje, domethënë më të rënda, e ka kërkuar gjykimin e tij. Ka transmetuar shumë hadithe, edhe transmetohet se një njeri ka shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe është anku, do thotë ka thënë o i dërguari i Allahut, çka thua do thotë për këto smundjet që i ndodhin besimtarëve. Pra ndoshta është pyetje cila është urtësia e dërgimit të smundjeve te besimtarët. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kafarat, domethënë ato janë shlyerse ose shpaguese të mëkateve. Atëherë Ubej ibn Ka'b ka thënë o i dërguari i Allahut, edhe nëse është e vogël, edhe nëse është një smundje e vogël, domethënë shlyen mëkatet me ta, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa in shawkatan fama fawqaha. Edhe një gjemb, edhe çdo gjë domethënë më e rëndë se kjo, domethënë gjitha janë që ja shlyen besimtarit mëkatin. Dhe atëherë ka thënë Ubej radhiyallahu anhu, është lutur, domethënë që gjithmonë të ketë smundje dhe dhimbta deri në vdekje, por ka thënë që mos më pengoj smundja nga kryerja e haxhit dhe umrës, dhe mos më pengoj nga pjesëmarrja në xhihad, as mos më pengoj nga namazi me xhamat, domethënë. Pra është lutur që të ketë smundje, të ketë kështu që ja shlyen mëkatet, por mos i pengojnë për këtyre adhurimeve ku duhet patjetër të shkojë. Edhe atëherë është përmendur se gjithmonë ka pas dhimbta, domethënë deri në vdekje. Ky është që ka transmetuar hadithin mos e shani erën.
Mjaftohemi për sot me kaq. E lusim Allahun që na bëjë të dobishme atë që na ka mësuar, të na mësoj atë që na bën dobi, dhe të na shtojë diturinë, të na përmirësoj gjendjen tonë tërësi dhe mos na lërë të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.